Pa diskutim, Shqipëria nuk është e shkputur, nuk jeton domethënë jashtë influencave të këtyre efekteve globale që ka çmimi i naftës në botë. Pa diskutim që ne do të ishim të prekur, pasi edhe përse ne nuk do ta marrim naftën direkt nga gjiri persik, pa diskutim rritja e çmimeve në ngushticën e Hormuzit do të thotë që do të trondisë tregjet dhe do të detyrojë domethënë të gjithë tregjet botërore të reflektojnë dhe të pa diskutim të ngrejnë çmimet e naftës. Pra, një situatë e tillë prek këdo, prek dhe tregun shqiptar dhe praktikisht ka patur reagime edhe nga importuesit shqiptarë të naftës, të cilët kanë deklaruar se në ditët e fundit, domethënë naftën e kanë blerë me çmim më të lartë se sa e kanë marrë, le të themi, disa javë më parë. Pra, shikohet që efekti transferohet në mënyrë të drejtë për drejtë. Sa i rrezikuar është realisht trafiku detar global nga përshkallëzimi i konfliktit me Iranin? Trafiku global, natyrisht ne nuk mund të themi që gjithë trafiku global do të influencohet nga konflikti në Iran, domethënë konflikti sigurisht që influencon zonën e drejtë për drejtë, që është zona e Gjirit Persik, por trafiku global preket në mënyrë të thoya indirekte për shkak të rritjes së çmimeve të karburantit. Duhet kuptojmë që sot në atë tortën e shpenzimeve të operimit të një anije, shpenzimet e karburantit shkojnë 45, 50 deri në 60% të gjithë, le të themi, kostove operacionale të një anije, dhe natyrisht rritja e çmimit të naftës prek këdo, prek të gjithë transportin global. Për sa i përket sigurisë, natyrisht që zona që është atje është zona më e riskuar, ndaj dhe ka patur kufizim deri në ndalim të plotë të lundrimeve për shkak, sikurse e thash, edhe të kompanive të sigurimit, të cilat nuk mbulojnë rrisje të tilla. Përndryshe duhet të presësh një policë, pra duhet të blesh një policë sigurimi e cila mbulon dhe zonat e luftës.